Unë i falenderoj publikisht krejt të gjithë dhe për krejt ato që po më dëgjoni në radhë por edhe jam të po se cilin herë ma shumë atë efektin e disiplinës, mbi të gjitha nuk du me vazhdu ma shumë, po një falenderim dhe qantë për Sarandën, Kanal 200 për vitin ma të përmbushur timin. Ja di se nuk kom po gru që i rinë ma mirë Tanzania se ty, dhe me thanë po shkëlqen. Ti s'ki nevoj me na falenderu se na kena pas në derin, që jemi rritë bashk gjatë gjithë vitit, edhe kemi mësu gjanat cilat i kemi injoru, neglizhu, edhe nëse i kemi dit. Kështu që ti i ke dhanë begati emisionit tonë. Po fiks, Sarandë, falenderimet. Na u ka boj emocionalit Tanzania. Jo, falenderimet edhe ofrimi i dashuris nuk është asnjëherë shumë, për së cilin momentin si qelë sytë për familjarët edhe për krejt njerëz që të rrethojnë, nuk është more, edhe nuk është keq me falenderu. Ideja është që për shembull jemi të jetu me një kohë që normal prioritet në shumicën e rasteve është interesi financiar ose është në pyetja e jeta dinamike që na dojmë mi mërrisë anët shumë shpejt edhe ashtu që shdojnë. Një mundësi e tillë edhe një bashkëpunim i tillë me kontribu, po mendoj pa dorza, pa letra, me shpendo krejt ato që e ki bashkë kuptohet, se bëhet shumë punë e madhe mrapa pe recepcionit poshtë që vrapojnë na shta harrojmë diçka me na i blesemet, ose më shku më na marrë diçka, ose ku ta dijone. Dhe më thonë bëhet një punë shumë e madhe derisa të transmetohen këto 20-30 minuta që na veç i qesim. Dhe më thonë prit parit e deri të fundit, edhe te pjesa... Por që ti e qërshia jonë vitorë, njëtë si vëtë të to që ku kanë të qërshi. Na jemi shumë të lumëtër që të kemi, se s'po du mu emocionu, se e u rejlin, mu emocionu. Ja moj vetit kështu shumë, po me të vërtit... Unë arsitona. Ti arsitorë se shtatë zanë, realisht ka foli Saranda me emocionaj për emisionin, se e kom përgëzu edhe jom kanë thjesht si kur t'isha kanë lëkurën e saj, nashtë e më kanë jo me ndishme pak se kjo pjesa është Tanzanis, që qaq mirë keme na gju, po qaq shumë ka pas ullje ngritit të emocioneve gjatë emisionit, so që unë e isha në siklet për ti. E ti e kom po, edhe unë adit për pak unë kanë të ratu lotë si ty sot, po mënuna që shikus të emi mos me ingarku, e sidomos me vlerësu kitë këto fjallë tua se mu më bajnë krenar. Se visari nga ka thonë du të me qoj. Po e di, a qojnë si ta nolim kërë? Nëse janë lotë mirë, gëzimit, koni, knasnur. Ase, unë e bo vëndrën i takë, qaj i lagë e si ta të.